likes everyone, and I never liked. Just in the field. field. Vielleicht etwas cool. Miki, Dani. Da. Kolla kommer vara så.
O, po përshëndetje. Edhe mirë se erdhët zyrtarisht pas të 10 minutash në këtë vlog. E di ky mund të jetë vlogu më i çuditshëm që mund të kem bërë ndonjëherë. Është bërë fiksi ato vlogjet kështu koreane që shoh unë që nuk flet asnjëri, vetëm lexoj ato titrat unë aty. I bëjnë kështu me titra. Edhe unë kur jam e lodhur shoh këto vlogjet. Edhe ja u kam treguar një herë unë duke ty, u kam bërë share po në Instagram jo këtu. Edhe po thoja se kalova nga një deg në një tjetër, unë nuk ju kam folur fare këto ditë në vlog, sepse nuk kam pat zë, dhe si që shihni dhe tani e kam të ardhur 80% e themi, po jo akoma 100%. Nuk kam pat zë, kam qenë pa qejf, me këtë gripin që ju thashëm që filloj me infekcion syri, pastaj e vazhdoj me koll, fëmijët patën temperaturë nga një ditë secili dhe njëri pas tjetrit. Mami ra që dera? Kështu që nuk kam folur fare këtu se s'kam pat azë, mezi më dilte zëri edhe thash më mirë po e qetësoj. Tani do hami ta ime. Edhe kështu ne jemi përgati. Ja erdhi papi. Ja shko hapi derën, shkoj që erdhi. Se erdhi Ivi se do shkojmë tani tek Veza Parku, do blejmë një dhuratë për një shokun e Kaq ka ditëlindjen dhe do dalim për qejf. Po Kalvin, po je tani ma. Do marrim dhuratën siç u thashun të një fëmije, se Kalvin është i ftuar në ditëlindje, një e blem ne, ndërsa një do e marrin këtu se ka një kështu tip vendi ku ai ka vendosur disa gjëra që i pëlqen. Unë nuk e dija që ekzistonte kjo, por nesër do t'ju tregoj pak më vonë për këtë. Shumë ide interesante dhe do shkojmë të shohim atje te koshi i tij për dhuratën e tij. Do thënë ka disa edhe ne do zgjidhim atë që duam ne, që na përshtatet me çmimin që duam ne. Këtu është, lexoje mami te Clemens. Këtu është, këtu do t'ja marrim ne. Happy shop. Hi. Hi. Bye bye. Ide poshtë. Ide poshtë. Ide spitu poshtë. Miki, vajtëm për të blerë këpucne me Miken edhe po gëzonte shumë ishin palë Tomi hil figa shumë bukra. Po jam la mami ti o trit. Po i pëlqeu shumë, po i vishte nuk i histe më, po ishin kështu si me xixa blu dhe i vizdo me xixa për truna. Miki ka goxha atlete, në fakt po i duam kështu thjesht me ngjit, se keni parasysh. U rikthyem në shpinë, unë çfarë në fillim në fakt para se të dilim, e lash se në gjysmë muhabetin le të themi, që isha duke ju treguar për punën e zërit që më kishte ik. Edhe po, siç ju thash unë ju kaluam atë infeksionin e syrit të gjithë si e shpinë njëri pas tjetrit, do të thënë çdo ditë nga një person i ri, edhe zgjaste një ditë e gjysë ajo gati 2, që tikte totalisht. Edhe e kaluam me të, pastaj na filloi kolla të gjithë dhe pastaj pas kollës fëmijët patën siç thash unë secili nga një ditë të temperaturë që mos të bëhen përsëritse, po maksimumin e pati vetëm Kai gati 38-9 vjet diçka e tillë. Ndërsa dy të vegjëlit Oki e pati maksimumin e saj 37.8, kurse Miki e pati 38.4 diçka e tillë. Por që siç thash, madje Oki nuk i dham asnjë gjë fare sepse aq nuk konsiderohet as temperaturë për të ulur me këto. Sigurisht kur nuk grindet, se po grind pastaj është tjetër gjë. Edhe po ju thoja unë ju që kaluam atë edhe e rikuperuam veten fakt, por me zor. Unë mua mik të zëri, miku një ditë më ka ikë ekstrem keq, madje doja të flisja me doktoreshën e fëmijëve, e nuk flisja dot, edhe e shkuam dhe tek pediatria siç e pat në fillim, nga fillimi i vlogut, sepse doja që ti vizitoja, meqense kaluan dhe të infeksionin e syrit, edhe kishin atë kollën, ajo tha që nuk ka asgjë, është thjesht viroz, me thënë unë ngritëm ne 500 veta vetëm për është një viroz, o zoti mas janë këta ndonjëherë. Nuk na dha shurup për kollën, gjithsesi ju e dini që unë nuk jam fare pro medikamenteve kotë, të tipit ku di unë shurup pa e sap, antibiotik jo njëherë, por që jam pro këtyre metodave natyrale dhe ajo që mendoj unë, çdo gjë do bëjt sajen, temperatura do bëjt sajen, kolla do bëjt sajen, jepi çfarë të duash. Shumica e këtyre e ndihmojnë, e lehtësojnë gjatë kohës, por që asnjëherë nuk e heq se piu atë shurupin e kollës ditën tjetër prap kollë do ketë, kështu që
mendoj unë çdo që bën të saj. Jo se s'duhet përdorim medikamente, duhet i përdorim, por jo pafund për çdo lloj gjëje sepse jo gjithmonë ndihmojnë. Ne shkuam tani, siç ju thash unë ju, për Kalvin është i ftuar nga 2 shokët e vet në ditëlindjet e tyre. Një e ka datë 2, edhe një e ka nga mesi i prillit. Këti djalë që e ka nga mesi i prillit ja kemi bler dhuratën tashmë. Edhe më pëlqejnë shumë metodat që kanë këta për t'i bërë dhuratë. Për shembull, ne në Shqipëri nuk e kemi shumë kulturë që t'i themi tjetrit që çfarë dëshiron të blejmë. Për shembull, fëmijët pyet mamin e vet çfarë ka dëshirë, që t'i blej, domethënë fëmijës çfarë dëshiron, çfarë mungon etj etj. Edhe këto kanë mënyrat e tyre që i marrin ato dhuratat ose që të japin ty një tip, le të themi, për të bler dhuratat. Për shembull, një nga shokët e Kajit kishte bërë një nga këto listat e dëshirave në Amazon, që ne zgjodhëm një nga ato dhuratat atje. Kishte një listë me dhurata që ai dëshironte dhe ne morëm një nga këto. Ndërsa ky djali që e ka tani, ky shoku vet që e ka tani, kishte bërë një tip kutije me gjëra që kishte fut atje dhuratat e tij për ditëlindje që dëshironte ai që t'i blinin shokët. Edhe ti shkon e zgjedh atje. Atje është emri, mbi emri me vetëm inicialet, me thënë emri i plot dhe mbi emri vetëm shkronja e parë, edhe ditëlindja kur është. Edhe atje ka shumë, nuk e di kishte diku tek 50-60 copë. Unë i kisha parë, me thënë të drejtën, këto kur kam shkuar tek Müller, por nuk e kisha shumë iden se çfarë ishin. Jo se kisha iden shumë, se kisha fare iden se çfarë ishin. Unë me iden se ishin fëmijë që dhuronin gjëra, kështu që dhe nuk është se më shtyu ndonjëherë kurioziteti që të pyesja. Por që kur e pyeta mamin e këtij djalit që çfarë ka dëshirë të dhuroj, sepse kështu më pyetën dhe mua për ditëlindjen e Kajit, edhe këtu sa do rrosh edhe do mësosh. Edhe se ne në fakt jemi ftuar në ditëlindje të tjera, po gjithmonë kemi bërë siç, domethënë kemi dëshiruar ne ose çfarë ka dëshiruar Kajit i marrim me idenë tonë. Por kur e pyet kështu është më mirë. Edhe ajo tha, mami vet tha që ka një kështu atje, e ka gati atje tek Mülleri në Veza Park. Okej, shkuam atje sot, edhe i kishin ngelur vetëm 3 dhurata, ishte një listë atje, ishin dhe çmimet se sa kushtojnë këto që do marrë, sigurisht që ti ta dish, të llogarisësh buxhetin tënd, ne i morëm një Stitch me një shaqi këtu para. Edhe i mori ka edhe një dhuratë tjetër ekstra, se kishte dëshirë që të bënte edhe diçka ekstra nga vetja vet. Kështu që, po, këto i morëm. Kjo ishte shumë ide e bukur. Në fakt, nëse ju do bëni ditëlindje të fëmijëve dhe mendoni, mund të organizoni, mund ta bëni kështu me këtë listën e dëshirave, një wish liste tek në Amazon për shembull dhe fusni produktet që dëshiron fëmia, ose kjo shporta kështu që vendosni tek Müller. Nuk e di nëse është tek të tjerët, por besoj tek Müller është 100% që është, por nuk e di tek të tjerat. Edhe ide shumë interesante dhe fëmia, domethënë merr dhuratë ato gjërat që ai ka dëshirë që të marrë. Kështu, atë shoku tjetër i blem një palë dylbi shumë të bukura, që ishin dhe për të rritur dhe për fëmijë, se atë dëshironte. Do t'i paketoj, do t'i bëj gati, ndërkohë ne po fillojmë të bëhemi gati për udhëtimin që kemi në datë 4, me zor po e presim. Se me zor preset të takoj dhe vllajin, fakt. Kohë kam shumë për të bërë, kam për të lyer flokët, kam për të futur gjitha gjërat në valixhe, se sado që po shkojmë, domethënë në Amsterdam jo në Shqipëri, aq gjëra kemi sikur po shkojmë në Shqipëri, domethënë nuk e di shumë fare, sepse normalisht në llogarit fëmijëve diku tek 3 outfite, mikit edhe 4 gjatë ditës, sepse jo bëhet pis, jo bëhet me djers, jo nuk e di unë çfarë mund ndodh në dukuri natyrore. Por që, po, dhe kam goxha gjëra, kështu që do i filloj avash dhe tani. Unë kam filluar gjana, se unë i filloj shumë herë gjërat, se s'kam kohë të marr frymë, edhe t'i lë për moment fundit të hallakaten pastaj, por që, po, kështu do i bëj të fus dhe kamerat, gjërat, po kam bërë dhe një listë për këto gjërat e rëndësishme që janë moment fundit, që duhet t'i heq nga priza ose kështu dhe mos t'i harroj. Nga priza e kam fjalën për karikusa dhe kamera. Nëse, unë do rri pak këtu, do shqetësojmë se po më thën pak koka, ndoshta nga i gjithë aksioni i ditës dhe i këtyre ditëve, sepse përveç të tjerave jemi ngritur shumë shpejt, nuk kemi fitur shumë gjumë, i ka shkuar në punë shumë herë dhe ka qenë i pari, më kemi qenë traskapitur, me thënë drejtën. Por hajtë se po e marrim veten, se ka që fëmijët u shëruan, ne u shëruam dhe jemi okay për të nisur udhëtimin tonë.
Erdhëm ekstra për këtë valizhe me high horn, me Einhorn për Okin, ose high horn, si thot Oki. Njeriu më i mirë për t'i veshur edhe për t'i bler kputë është Miki. I vesh, i provon në gjithë këta. Erdhëm në shtëpi dhe përveç asaj valizhes që mori Oki. Bravo, morëm dhe këto çorapet për mua dhe për Ivin. Domethënë kemi marrë pak të mëdhane, kështu i veshim me atlete. Unë i marrë sepse ato sambat i dua gjithmonë t'i kem pak të ngritura sepse më vrasin ndryshe nëse nuk kam si këto. Po unë zakonisht i përdor shumë të shkurtra deri këtu, por për sambës këto më tepër. S'kam folur fare sot se për çfarë kemi ardhur, çfarë do bëjmë, çfarë do bëjmë. Erdha me 500 në orë këtu te Kaldi. Pisha ka se çova kaj në shkollë dhe erdha të merja disa gjëra për nesër, disa snacks, kështu që ti kemi me vete se kemi gjitha të rrugë për të bërë deri në Amsterdam, kështu që mora gjitha ato të kemi rezervë. Mora edhe disa nga këto frutat e pyllit, jo po domethënë si bie boronica, lule shtrydhe, kështu gjëra zhbuk që ti kemi sa për sot edhe nesër. Ikën, kishte drera, shihni këto ja s'duken, ja nuk duken. Ishin 3 drera të vegjël, ja duket pak fare këtu. Si të lezetshëm janë. Ka shumë këtu, jo kanë treguar që ka ardhur një herë tek shtëpia këtu brenda, po është një, ka shumë fare aty. Këte nga shtëpia jon, kanë filluar të çelin këto lulet e pemëve. Këtej nuk duket ndonjë gjë, por shihni sa bukur duket kjo pema këtu e komshiut. Gjithmonë këto të komshiut janë më të bukura. Edhe këtu shihni sa bukur. Wow. Do iki tani që të marr kajnë, po marr këtë makinën e Ivit, nëse makinën e Ivit, domethënë këtë makinën tonë tjetër, nëse nuk e shihni lulet këtu. Se është ajo makinë e vogël me atë lulet. Do iki të marr kajnë tani, edhe unë isha duke bërë gjërat gati në shtëpi sepse duhen shumë gjëra. Domethënë janë për të bërë shumë gjëra dhe po bëj valizhet gati siç u thash sepse nesër do të nisemi për në Amsterdam. Kemi goxha rrugë me thënë të drejtën, kemi marrë një makinë me qira, ne marrim zakonisht kështu kur shkojmë në udhëtime me familjarët. Edhe kemi marrë një makinë me qira. Edhe do ikim të gjithë sepse do jemi dhe me njerëz të tjerë të shoqëruar si ju pa ta treguar. Kështu që do jetë një makinë e madhe ajo, do ta marr Ivi, do ndrojmë rrugës sot Tifi, po nuk e di. Unë këto të mëdhat. Unë kam dashur gjithmonë të jem një shofer kamioni. Se bëj gjithmonë shaka me timonin kështu, por jo. Nuk besoj ta marr, se si Ivi thotë ta marr sepse është shumë okay. Komshia ime që priste që tikja unë duke bërë logjika e këtu. Edhe çfarë të thoja unë? Edhe kështu po ju thoja, do iki të marr kajnë. Nuk ju kam marrë me vete këto ditë, por ju pat një sekuencë të vogël që ne kemi shkuar deri diku. Se unë mora një super lajm të bukur që me zor në fakt po pres që ta ndaj me ju. Edhe me zor po pres që t'ju tregoj, por jo tani, momentalisht është pak herët. Edhe normalisht sado unë i ndaj gjërat me ju goxha herët, por është ndonjëherë më mirë të presësh sa të konkretizohet si gjë edhe pastaj do ta ndaj me ju, të konkretizohet. Është konkretizuar, por sa të marrë atë rrugën, le të themi, të shkojnë atë, të futemi në ato ujëra. Kështu jam shumë e lumtur për këtë gjë, me zor po presësh tash ta ndaj edhe me ju. Është një lajm shumë i bukur, gjë që është shumë jo vetëm për mua, për gjithë, po më tepër për mua është lajm shumë i bukur. Edhe me zor e kam pritur, le të themi. Kështu
Ne nuk është se kemi bërë ndonjë gjë tjetër, kush e di se ça interesante, thjesht po merremi me këto gjëra. Shqyr Zoti tani e kaluam atë valën e këtyre virozave, jemi më mirë dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë, sepse më në fund i kaluam këto të shkretat, se nuk e di ishim në dyshim për udhëtimin, edhe pse kemi bërë aq shumë pagesa sa që nuk ja vlente që mos iknim, sepse kemi bërë ekstrem shumë pagesa, kemi paguar. Edhe po doja unë që kemi paguar shumë për këto dhe nuk ja vlente që mos iknim, sepse sigurisht pjesën më të madhe nuk do ta merrnim mbrapsht. Edhe kështu erdha këtu te Lulushi im, po e shoh pak, po e vëzhgoj nga larg. Gjithmonë kështu bëj kur vi para kohë, e shoh kur është kështu jashtë në Betrojung. Edhe kështu ne do të jemi pak më vonë në shtëpi që të mbaroj ato valixhet, edhe do flasim, do ju tregoj edhe ca gjëra të lezetshme që bleva këto ditë. Tani këtu kemi gjysmën e shtëpisë edhe nuk e di se si do t'i fuz këtu. Nuk e di domethënë. Po them të marr fare 2 valixhe se vallahi vështirë muhabet. Valixha e vogël e Okit. Do bëj gati valixhen e saj personale. Lekker. Unë bëra dushu, bëra njeri për nesër, për udhëtimin nesër, edhe sa po lueva dhe flokët siç e pati edhe ju, morën shumë mirë, si gjithmonë me atë shampu kolorin që i luaj, edhe vetulla, se luaj gjithmonë vetullat, prandaj kisha vendos dorën kështu se ngjaja si druzhe. Edhe po u hidratova tani dhe po shijoj këtu një pije freskuse me ivin dhe po shohim Loredanin që po zihet me Jozin. Ndërkohë, siç thash, jemi bërë gati për nesër, nuk i kemi mbyll të gjitha gjërat sepse udhëtojmë rreth 3-s, kështu që kemi pak kohë deri nesër. Unë nuk ju tregova ca gjëra që kishim bler ju, po gjeta këto këpucët e Mikit dhe blem edhe këto këpucët për Mikin. Janë shumë lezetshme këto dhe janë markë shumë e mirë në fakt dhe janë shumë të mira për fëmijët për të ecur. Kjo marka Elefantën, kështu ja kemi përdorur edhe Okit, kam shumë qejf këto. Doja t'i merja pak që ishin pak më të holla, po s'ma mbushi syrin asnjëra. Pash disa që dukeshin si samba, si të mijat, po prap më dukeshin shumë të rënda dhe këto janë shumë të lehta dhe janë super cilësori, morëm tek Deichmann, janë shumë të mira. Kështu kaq kisha unë, që kjo video t'ju ketë pëlqyer, është pak më e shkurtër nga të tjerat, por gjithsesi ka shumë gjëra brenda. Ne do të shihemi përsëri sepse unë nesër direkt prap do filloj vlogun për të xhiruar çdo gjë që do bëjmë andej. Ju falenderoj edhe një herë nga zemra nëse keni ndjekur këtë video, mos harroni të bëni një like, një subscribe, më mbështesni mua. Ne do të shihemi në video të tjera shumë të bukura. Deri atëherë, mirupafshim dhe kujdesuni për veten. Paqim.